Pitbulli shkakton panik në xhami, hyri në xhami gjatë predikimit të së premtes. Në lagjen Çajrova të Kocaelit në Turqi, një qen i racës Pitbull hyri në një xhami gjatë predikimit para namazit të xumas, duke shkaktuar shqetësim midis muslimanëve. Incidenti ndodhi para namazit të xumas në xhamin e vendit industrial të riciklimit Marmara në lagjen Sekerpinar, ndërsa imami po mbante predikimin e tij, një qen Pitbull, një racë ndaluar, hyri në xhami. Ndërsa imami i xhamis po mbante predikimin e tij, qeni hyri në xhami. Hyri nga një derë e hapur dhe filloi të breth lirshëm brenda. Qeni, i cili ende i midis besimtarëve për një kohë, shkaktoi shqetësim tek disa njerëz. Pas një kohe qeni u hoq nga xhamia dhe u largua nga zona me ndërhyrjen e qytetarëve përreth.